Të pakta janë rrugët brenda e jashtë qytetit të Gjakovës në të cilat nuk ka ndërhyrje të kopaskoshme. Ne në vazhdimsi kemi raportuar për rrugë të tilla në të cilat pas janë kryer fillimisht punimet, ndërkohë ka pasur prerje të asfaltit e kryerje të punimeve të natyrave tjera. Këto punime për riparim të pjesës në të cilën është ndërhyrë jo gjithmonë janë kryer në nivelin e duhur dhe si rezultat kanë mbetur me pamje jo të duhur e mbi të gjitha ka pasur ndikim edhe në kualitet të rrugës nëpër të cilën është vështirësuar lëvizja e makinave dhe gjendje e tillë është aktualisht edhe në rrugën Bujaroka, më konkretisht në kryqëzimin e rrugëve Bujaroka e Ymërpula. Në disa pjesë të rrugës ka pasur ndërhyrje të cilat më pas nuk janë riparuar tërësisht e që përpasoj pas pak kohësh janë hapur gropa në asfalt. Për të kuptuar rreth kësaj çështjeje jemi drejtuar me email zyres për informim pranë komunës Gjakovës, por deri në momentin e transmetimit të materialit nuk kemi pranuar një përgjigje.